ku a lideri i partisë, ku Lumir Abligjiku, ku janë njerëz më të votuar, ku janë ata të PD-k-s, domethënë tash ku e dim ne që ky nuk ka qenë qëllimi që të pamundsohet çfarë do dialogu normal. Bra, hajde të bëj këtë gjë. Me diskutuse na e dim për shembull çka ka shkaktuar. Na e dim për shembull vitin e kaluar mas 10 nënt shkurtë çka ka shkaktuar në e Albin Kurtit natën e zgjedhjeve. I kanë mbyll të gjitha dyrt. Edhe ke dyrt i kanë mbyll. Tash nuk është e papesh, nuk është. Albatrosi është edhe qëllimi edhe i tjerëve, pra jo vetëm i VV-s që me minutë. Ndoshta këta po bin Kurtin e VV-s. Po. Ndoshta vetvendosja vetë po i provokon. Ose kanë nisë vetvendosja. Edhe kjo çika gjuhë është e ngjashme me gjuhën që e ka përdorur Albin Kurti me nan shkurt, natën e nan shkurt. Kjo që e Albini nuk ka të shefja komiteteve. Apo fakti që edhe na goti dhe që nuk mund të rrasë si do të bëjë funksionet faktikisht me që gjuhë vetëm shembull vota të PD-k-s të harrojnë me që gjuhë. Vetëm një shembull leo po ta marr. Një shembull nga politika ndërkombëtare. Shtapun rregull është ajo. Negociata që po zhvillohen mes Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit për paqen. A keni po me një ditë kur Trumpi e shpërndajti një tweet të ministrit jashtëm të Iranit. Ajo është simbolike, se japën e kuptu shtensionim, për afrim, mirë besim, këtë ato, se janë të negociu. Këta thurë, duhet me zgjedh bashkë presidentin, s'mundemi me zgjedh pa bashkëpunu pushtetin opozitën, kur të thejnë pas dite, a flet për parimin e MDDK-s sa mirë. Dejona nuk bën kur gjo pa i thonë Albini, Albin Kurti. Atëherë pse Albin Kurti... Nëse është vërtet kjo që përdo të negjë, që që fuqia që ka për Albin Kurti. Prezi shka, do të thotë Albin Kurti e kemi të gjuhë edhe sot, që jo edhe ditën e zgjedhjeve ka thonë që kena me bashkëpunu me opozitën, edhe sot diçka e pa të deklaratën të ngjashme për çështjen e presidentit me bashkëpunu me opozitën, me gjetë një zgjidhje. Atëherë pse s'po e nal këto, me thona diçka. Nalet bënja deaktivate çasoj llogaria në Facebook pak, pret. Po mundu, po mduket që është kjo rastisht, se këta nuk bojnë rastisht kur gjo. Është një koordinim i sofistikuar të ta. Për parimi ka përdorimi i njerëzve. Këta nuk po dojnë me gjithë zgjidhje. Është për drejta përgjigjes nga një akuzë tronë, është legjitime. Nuk dojnë. Edhe mja përmend bombën. Ne që kisha të fosfodon këta. Albatros, edhe Ine, lemri pak të slasë, shiko. Mas pare, problemi nisi për vdekjen e autostradë. Që mytë të shkru që rrëz autostrada dhe të me mjellë pëmë që mësë me radhejë. Edhe me pastru ajrin, edhe kjo kontradit shumë e maqme edhe në shumë vendet botës e ki që është. Mundet me bo Ministria Ambientit, kush është tash ajo fitore Paculli, po mundet me bo dhe FSK-ja, në më thonë me mjellë arra, krejt pojen autostradat me të marruhe, tak, më spilon. Unë isha mirë mulla, Po, mas ne i fryma, e vinë që të orrat që më dhënë në autostradë. Po, vinë orrat që morin njëzit, deknona të në rrugë, Jugoslavisi kanë pa mjellë të orrat. Se na po, kanë levim shtetë shumë atë që shumë. Kanë levim me 40 norë, ne që aty 150 i grojnë. Po mirë dhe orrat vinë janë lugu, është nuk mundet me ka përcy lugu. Është lugu i orrat. Edhe duhet t'i pengojnë avionet të armikët për sa të rojnë në autostradët. Mundet boshë në dy anë, më boshë. Kopsht me lule. Po, në fakt, se... Në autostrada, kejt edhe të gjithë kena të gjithë kena, nuk ka pëmë që ashtu që shjeka për shumë të mbjellë. është një hapësirë. Problemi është që 3 vjetë nuk e kam pastru që ata dhe. Krejt kena kalu që nuk u kombre ata dhe diçka, se asë nuk u konë masiv i madhë shkëmbor, që me thonë duhet makinerie të mërshme për me hjek. Dhe u konë me një bager, me lëpota i shjek. Që 3 vjetë se kanë hjek, tash e dhanë të nderin 4.600.000 euro, e dhanë për që ta dhe më hjek. Mirë dhe e gratit... Edhe pëse s'pas ka drejtë me reagu që t'kush. Pëse s'pas ka drejtë edhe për parim Roma me reagu. Se po akuzën për vdekin. Fakt,
akuza kryesore opozitës ka qenë për papërgjegjësi institucionale. Për shkak është papërgjegjësi. Ti pas ke ngritur punën pse s'po mielën diçka. Po, okay, edhe kjo punë me alternativë. Si edhe Albatrosi, pra është ide e keqe ajo. Se s'hiqen, si më thonë, dy kamiona dhe për autostradës, e në fund që në heq, ka rezultu me vdekje të dy fish, do më thonë. Ja, ka rezultu me vdekje në Pestov aty... Ka dikuar që i kalon kerë 150, 160 ato dy gratë e Shqipërisë dimrit, shkaku sinalistikës, që i kanë bo pa di shtetit Kosovë. Ato i kanë bo pa di. Ato i kanë bo pa di. Ja, 2 kilometra ma përpara, nga dalson. Zgjedhjet përpara presidenti apo qeveria, kjo është fare irrelevante. Sepse po të regon, jo, është relevante. Se a i preshtën pastaj negociata, se pse me tarë ty për shembull, se nëse nuk zgjedhet presidenti, pse me tarë dhe ecim zgjedhje. Shiko. tash vetëvendosja po thirrë me shkonet. Vetëvendosja po thirrë në një presedant që Jakub Krasniqi kur ka qenë U2 e paska emru Hashim Thaqin. Po. Edhe Vjosa Osmani. Po, Albin Kurdi 2021. Vjosa Osmani 2021. Po thirrë, po tash me vendimin e tyre ka thënë nuk e di ka ndryshuar. 2021. Po jepi sa pak më. Po, se më shuar cena dhe. Është irrelevante tash zgjedhet qeveria për presidencën, sepse kjo qeveria në detyrë. Edhe nëse zgjedhet qeveria, po të njëjtat ministra, po të njëjtë komo zgjedh. Nuk është puna që me bëna i punë të hajrit nëse zgjedhet... Ja, punë për që të hajrit për shpret. Jo, do bëj, më stoj se ka bë punë të hajrit dhe të vazhdoj të bëj. Ka bërë dhe do vazhdoj të bëj. Problemi, do më thonë, prapë se prapë mbetet te presidenti. Më në qysh, do dash në zgjedhet për mas, dash për pora, s'ka rëndësia, jo? Ne kemi pas 60 ditë përpjekje për më zgjedh presidentin. Ndoshta Albini ka më shtyr ditën e fundit për me kryer edhe një problem me zgjedhjen e kryeprokurora, ndaj diçka sa i vyn Albolena, edhe masanenaj do duhet me shupe. Ajo çka është më rrugës, na i çdo të diskutuar çka është cili pazari më i mundshëm. Albini mund të më thonë tash për javë për gjysmën e qeverisë, po tash mas i ka numrat, është bëdihova, se si të zgjedh presidentin mundet me ajek ministrat prapë. Do më thonë, i vetmi... Nuk janë relevant, po. Se janë relevant. I vetmi... Ska levë dorë, mo. Mundësi është që opozita me marë presidentin. Në mundë se ato tani mos mune hek kur danë. Me marë president, prapë Albini tash e ka një përparësi, sepse duhet me konë 2 kandidatë. Qoftë ta 2 kandidatë për PDK-s, qoftë 2 kandidatë për LDK-s, a e ka mundësin për 4 kandidatëve me zgjedh ato që i konvenon më shumëti. Tek e fundit, a e përshka ka fitu shumicën e votave, por me mujtë me zgjedh një president në mesin e qytyre që ja propozon opozita. Për shembull, LDK-ja ja propozon Vjosën edhe Lutfi Azirin. Vjosën sigurisht nuk e zgjedh në këtë rast. Nëse PDK-ja ja propozon 2 kandidatë që janë më të pranueshëm, a e banë marrëveshjen me PDK-n, ja jepë në shkrimet kandidatëve të PDK-s dhe zgjedh njërin për aty në 2 cili i konvenon më shumëti. Që kjo është mënyra, do më thonë, ma e përshtatshme, ma e arsyeshme për mu zgjedh që kjo problemi i presidentit në situatën cilën jemi. Për ndryshe, kur zgjedhet ky president duhet që ditën e nesme nisë iniciativa me ndru kushtetutën për zgjedhjen e presidentit. E jo me prit me ardhur mas 5 vjetë, e mas 5 vjetë prapë kemi me pas problem me zgjedh presidentin. Kushdo që t'jenë forcat politike mas 5 vjetë kanë me pas njëjtin problem sikur që e kanë edhe sot. Prandaj duhet me evitu problemin në fillim. Jo me lënë ditën e fundit.